Imunizimi shpëton jetë dhe parandalon shfaqjen e sëmundjeve dhe paraqitjen e pandemisë. Kështu u tha pikërisht në javën europiane të imunizimit nga Ministria e Shëndetësisë, Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe UNICEF-it, të cilët gjatë kësaj jave bëjnë fushat për promovimin e vaksinimit dhe fokusi do të jetë sidomos tek pranimi i vaksinave MRP dhe HPV, ndërshka që ndikojnë që prindërit të mos i vaksinojnë fëmijët e tyre, siç thanë ata, janë ndikimi nga rrjetet sociale, te informatat e pasakta dhe dezinformatat. Në vitin 2024 është shënuar rritje e përqindjes së personave të vaksinuar në krahasim me 3 vitet e kaluara. Megjithatë, sipas përfaqësuesit të OBSH-së në vend Akimali, nuk është përqindje mjaftueshme për të parandaluar shfaqjen e sërieshme të një pandemie. I am particularly keen for every Unë veçanërisht e mbështes se çdo mashkull të ri që të vaksinohet dhe çdo vajzë që të vaksinohet me vaksinën e HPV. Siç e dim, kjo parandalon kancerin në qafën e mitrës tek vajzat e reja dhe sigurisht nuk dëshirojmë të bëhet pandemi nga fruthi ose kollës së keqe në mashininë e veriut. Që të arrihet imunitet kolektiv, sipas përfaqësueses së UNICEF-it Leslie Miller, përqindja e të vaksinuarve duhet të jetë nga 90 deri në 95%. Vitin e kaluar, përfshirja e të vaksinuarve me vaksinën MRP ka qenë vetëm 72.7%, që nuk është e mjaftueshme për të mbrojtur të gjithë fëmijët nga fruthi, e cila është shumë sëmundje infektive dhe shpërndahet lehtë. Gjithashtu, edhe me vaksinën HPV janë vaksinuar vetëm 50% e vajzave. Sipas koordinatores nacionale për imunizim Aleksandra Grozdanova, është shqetësuese që në komuna urbane si Qendër, Karposh dhe Aerodrom, përqindja e të vaksinuarve është shumë e ulët, nën 60%. Ende luftojmë për rritjen e numrit të vaksinuarve me MRP. Siç e dini, kishim epidemi nga fruthi. Të mos vim në situatë që të ulet numri të vaksinuarve dhe të përballemi me pandemi fruthi, duke marrë parasysh përqindjet e ulta, sidomos në komunat e Shkupit, komuna urbane. Ndërsa ndër aktivitetet që organizohen në javën europiane të imunizimit, sipas drejtorit të shtëpisë së shëndetit Sami Lisenit, është edhe vaksinimi i fëmijëve të braktisur. Shtëpia e Shëndetit Shkup organizon aktivitete për vaksinim në terren për fëmijët që janë braktisur për arsye të ndryshme në 39 vendbanime në të gjitha komunat e qytetit të Shkupit dhe jasaj në periudhën prej 29 prill deri më 9 maj. Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari njoftoi se me ndihmën e OBSH-s në 18 komuna janë siguruar 35 ekipe mobile të cilët do të shkojnë der më der për të treguar për rëndësinë e vaksinimit. Për këtë vit, për imunizimin tha se ministria ka ndarë 385 milion denar.